Përshëndetje, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët njerëz të dashur. Okej, e kremi. Përshëndetje gjithëve, si jeni? A jeni të kalu mirë? Me hollë, me dertë. E krem përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma gjithëve. A je mirë si je? Mirë, më shnet mirë. Sot ishte një ditë pak e mëndimshme, isha në punë dy ndrime që nga mëngjesi deri në mbrëmje, por ja kalova mirë. Dita ishte mirë, këto ditë pritet me qenë ngrata edhe këto 4-5 ditë e fundjavë. Vjeshta të ju s'pogutet marë, po mdoket, a? Është një vjeshtë e vonë, sepse edhe pranvera ka disa vjetë që edhe pranvera është e vonë, kështu që edhe vera po shtyhet deri në vjeshtën e vonë, pastaj vjeshta vonë po hyn në dimrin e ershëm. Natyra e bën të vetën, s'ka, ajo din më mirë. Natyra i ka dhe veta të pagabueshme dhe pa ndryshme. Ashta po presim edhe Njeriu tenton ndryshoj ligjet e natyrës, atëherë do të ketë probleme. Atëherë po. Përndryshe, mjafton njeriu të cilët në miqësi të vërtetë të plot 100% me natyrën dhe nuk do të ketë kur asnjëherë probleme. Mjafton të zbatoj edhe ti përqafoj ligjet universale të natyrës. Për qata nuk po njihem na njerëzit ta mon kështu vetvetja se po largohem shumë për natyrës. Ju përshëndetje edhe një herë krejta që kanë ardhur më na shique, mirëmbrëma të gjithëve. Edhe mirë se erdhet, edhe shijone këtë live, çdo live që shikoni këtu kudo qoftë tjetër se me të vërtet munde me marrë shumë edhe vetëm një fjalë e një personi mundet me ndryshu jetën tonë komplet. Përshëndetje, Milazim Halilaj, Sibie Koqi, Bekrije, mirë se erdhet, sa mirë, s'ka për ma mirë se kur punojmë me vetën edhe sidomos na shqiptarë, tash kemi hi shumë a shumë me urrejtë të është knasi shumë e madhe. Njerëzit kanë filluar të vetëdijsorën, kanë filluar të kuptojnë që qenja jonë e mëparshme nuk është ajo më perfektja, më përsosura dhe kanë kuptuar që ndryshimi duhet të jetë jo vetëm i dëshirueshëm, jo vetëm i mjaftueshëm, por i domosdoshëm, sepse ne jemi lindur, ne çdo ditë ndryshojmë. E kuptuam ose se kuptuam, ne çdo ditë ndryshojmë, trupin ton, mendin ton, jetën ton, çdo ditë, çdo orë, çdo sekond ka ndryshime. Dikush i vren, dikush si vren. Ne jemi më ndryshe sot se sa dje dhe jemi më ndryshe sot se sa para një gjysmore, se sa para një minute. Prandaj është ligj i natyrës që ne të ndryshojmë, edhe ligj shkencor, edhe ligj fetar. Domethënë, edhe ligj shkencor me evolucion ne ndryshojmë. Çdo ditë ne ndryshojmë dhe duhet ndryshojmë dhe nuk mund ndryshe përveç se të ndryshojmë. Prandaj ndryshimet duhet i përqafojmë secili sepse ne jemi gjithnjë në evoluim, në ndryshim. Një fëmijë i lindur sot është më ndryshe se sa një fëmijë i lindur dje dhe çdo njeri i lindur çdo ditë është më i mençur, është më i zgjuar dhe është më evoluiv se sa një ditë më herët, sa një ditë më parë. E kjo pjesa e ndryshimit, përshëndetje Alberti, përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve, po. Përshëndetje të gjithëve. Na do ta përmendim temën që e kemi marrë për mendimet, po do shta marrë të që kjo pjesa e ndryshimit shpejt, se na njerëzit ndryshojmë, qyshe thati, ndryshojmë ashtu kështu çdo herë, po kur nuk ndryshojmë me vetdije, na ndryshohem nga tjerët, edhe tani jeta jo nuk mbaret për neve, mbaret për tjerë. Ashtu kështu na ndryshojmë, po paramendo kur ndryshojmë vetdijshëm, se pa vetdije po si fokë. Po kur ndryshojmë vetdijshëm, atëherë paramendo çka mundet me ndodhë. Askush nuk është kundër ndryshimit, por janë kundër që ne të ndryshojmë ata. Domethënë duan të ndryshojnë vetë, nuk duan të ndryshojmë ne ose dikush tjetër, ose partneri ose partnerja ose daja, vëllai, motra, domethënë ne si qenë njerëzor pak kemi një ego që nuk duam të ndryshojmë, të na ndryshojnë të tjerë, duam të ndryshojmë ne. Mirë po, ne duhet të ndryshojmë secilin personalisht
dhe individualisht, por do të ndryshojmë me ndryshime pozitive, sepse ndryshimi mund të jetë negativ. Mund të jetë marrësh rrugën jo dur dhe edhe ajo është ndryshim, por është ndryshim regresiv, është ndryshim negativ. Dhe ne po përpiqemi të ndihmojmë njerëzve, të shpërndojmë përvojat me ta, ti këmbejmë përvojat me ta, tu japim njëri, të marrim njëri nga ta dhe ne ndryshojmë përmes tyre dhe ata ndryshojnë përmes neve dhe të dy parët ndryshojmë përmes të dy parëve. Gjithçka është zinxhir, apo? Po sigurisht jeta është zinxhir dhe nëse mungon një hall atë jeta mund të ndryshojë të marrë kohën jo të duhur. Prandaj për që të arsye të cili duhet me një veten vlefshëm mjaftueshëm se vetëm na jemi krejt bashkë edhe jemi krejt zinxhir. Vetëm budallaj nuk ndryshon dhe jo sepse nuk dëshiron ndryshoj, por sepse mendon se s'ka nevojë ndryshoj. Kupton, pra thotë nuk kam nevojë. Po. Thuhet është kjo thonja që kur çka është mas keqti për njeriu, ose çka nuk e lën njeriu me u zhvillu, me ndryshu dhe me u rrit, kur mendon se din mjaftueshëm. Kur mendon se ka një uri mjaftueshëm, atëherë na çtu e bllokojmë potencialin tonë. Në momentin ne gjithë jetën duhet jemi student, asnjëherë mësues. Mësues po, duhet jemi gjithë student, gjithëherë nuk duhet ta ndalim zhvillimin, pse themi për shembull, kemi rritur në një shkallë të caktuar, në një nivel të caktuar dhe këtu përfundon zhvillimi jon. Jo, zhvillimi jon përfundon vetëm ne kur nuk jemi gjallë. Aty përfundon zhvillimi jon. Deri në një sekond para se të japim shpirt, para se të desim, ne jemi në zhvillim e sipër. Dhe edhe na tregon edhe frymëria, ajo nuk nolet derisa të desim. Dhe ne duhet jetojmë, ne duhet të veprojmë, sillemi sikur sot është dita e fundit e junja. Dhe duhet ta shijojmë këtë ditë në maksimum dhe duhet të punojmë, të gjallojmë sikurse ne do të jetojmë shumë gjatë, nuk do të desim kurrë. Janë dy ekstreme të kundërta. Prandaj në rrugën e zhvillimit personal, e ka mundësinë secili njeri nuk ka as mosh, nuk ka as gjini, nuk ka as racë, as fesë që e pengon zhvillimin personal dhe kur ne zhvillohemi, fillimisht ne se themi në gjuhën e popullit shumë hajnë vetvetes, pastaj neve na hajnë familja dhe rrethi, pastaj shoqëria, kombi, kështu në përgjithësi gjithë globi. Ne fal këtij zhvillimit personal, individual, teknologjik që ka bërë ai personi që ka shpikur telefonin celularin, fal zhvillimit ti, ne komunikojmë tash me gjithë botën, me gjithë globin pa pas nevojë të jemi fizikisht pranë njëri tjetrit. Pra, nuk do të injorojmë idetë dhe shpikët e njerëzve sepse ata nuk i kanë shpikur brenda ditës, por kanë menduar kohë gjatë, kanë qëndruar shumë net pa gjumë derisa kanë shpikur një pajisje që ne mund të flasim ose një makinë që ne mund të shkojmë ose një aeroplan që ne mund ta vizitojmë pjesën tjetër të globit brenda 24 orëve pa pasur nevojë të shkojmë fizikisht kam siç kanë vepruar në të kaluarën. Apo i vjen që gjithçka janë nisë me një mendim. Po, do të kemi po, mes do të flasësh ti sonte për mendimin, do të kemi shumë kujdes, pse çfarë mendojmë, sepse ne jemi mendimet tona. Ashtu siç mendojmë, ashtu jemi ne, ashtu krijojmë emocione, ashtu krijojmë mendime, ashtu edhe krijojmë cilësinë e jetës tonë. Pra ne jeta jonë varet nga mendimet tona. Ashtu si jemi, ashtu do ta bëjmë jetën. Nuk mund të jemi ndryshe, të mendojmë ndryshe e ta bëjmë jetën ndryshe. Nëse mendojmë negativisht, nëse mendojmë me nivel shumë të lartë, nuk mund të kemi jetë lartë, jetë cilësore dhe e kundërta. Prandaj sepse mendimet tona kthehen në bindje, pastaj bindjet kthehen në veprime. Dhe ne veprimet tona përcaktojnë pastaj jetën tonë. Ne jemi ata që e ndërtojmë jetën tonë bazë të veprimeve ose mos veprimeve tona. Po, më rëndësi është një herë që na me u bë të vetëdijshëm që me mendimet tona na krijojmë. Po marr parasysh. Edhe kur bëhem të vetëdijshëm se jeta jonë mbaret prej kualitetit mendimeve tona, ama tek kur bëhem të vetëdijshëm na mundëm me ndryshu mendimet. Shumë njerëz mendojnë që mendimet duhet me unal edhe mendimet nuk duhet me stopu një farë mënyre, që me mujt me ekspanzu, që me mujt me shfaq potencialin tonë, po mendimet janë navigacion, më thonë mendimet, mendimeve na rrim aty ku duam, me vedije ose pa vedije. Mendimet, po. Me çfarë niveli na jemi ty vepru edhe me çfarë niveli pra jemi ku jemi, çka janë mendimet tona. Mendimet tona janë pjesë. Ti krijojmë ato
do më thonë, pa ndërprer, edhe si me I drejtu aty ku duam ne, jo Si me lokalizu. Mendimet tona janë pjesë të pandashme të jetës sonë. Ne sa po t'japim syt mendojmë dhe mendimet tona krijojnë emocionet. Do të thonë kur mendimet tona hasin në rezistencë, atëherë shkaktohet emocioni dhe emocionet janë të shëmbëllajshme. Prandaj duhet kemi shumë kujdes se çfarë mendojmë sepse mendimet tona kthehen në emocione, pastaj emocionet shkaktojnë mendime të tjera, domethënë I shëmbëzojnë mendime të tjera dhe mendime të tjera pastaj krijojnë plot emocione të tjera. Sikur farën e grurit kur e qesim një farë gruri çet një kalli, pastaj një kalli me 200-300 fara çet 200-300 kalli të tjerë, kështu zgjerohet në formë të shkronjës V, diapazoni I mendimeve dhe I emocioneve. Prandaj nuk është thjesht vetëm të mendojmë, themi mendova dhe kaq. Jo, mendimi është njerëzit nga një mendim I vogël, nga një shpikë I vogël kanë bërë mrekullira. Edhe nga një mendim I gabueshëm kanë bërë vepra shumë të dëmshme për vetë dhe për shoqërinë. Sikur tani unë kisha dashur të thonë për shembull, çysh mundesh vetë dishem edhe me zgjedh me mendimet e tua, sikur tani që bosh I vetë dishem, a don me u fut shembull me shiqu diçka live, që është I dobishme për ty, je I vetëdijshëm, kurse je I vetëdijshëm, shikon diçka çka do që të vjen ndoshta me krahun. Truri shkenca ka vërtetuar se truri është një tokë pjellore, që nëse nuk mbillet fara e dur, nëse nuk mbillen mendimet e dura, atëherë ato bin barishtet, ato barishtet këta që jetojnë në fshat, edhe në qytet e dinë se çka janë barishtet. Bin bari thatë, thejra, kaça, domethënë bin barishtet e tjera nëse nuk e mbjellin farën e dur. Edhe truri është pra një tokë pjellore, nëse nuk e mbjellin mendjen e dur, nëse nuk e mbjellin gjërat e dura, atëherë truri mbetet një tokë djarin dhe një tokë që bin çfarë të dojmë, kur të dojë dhe mandej thahet kur të dojë dhe e zëvendin njëra tjetrës. Ne gjatë jetës gjithëherë do të shoqërohemi edhe nga mendimet negative, edhe nga mendimet pozitive. Mirë po, më rëndësishme që ne të japim rëndësi pesh mendimeve pozitive, sepse një mendim pozitiv mund të ketë skaj rrethit mendime negative, mirë po nëse ne ushqejmë më shumë mendimin pozitiv, atëherë ai ngrit shtatin e tij dhe pastaj nuk mund ta dëmtojnë mendimet negative. Pra, imposhtë mendimet negative, sikurse një bim e misit, kur I ka bime tjera që e pengojnë rënë, që ja marrin ushqim, ja marrin ujin, atëherë do të pritin ato gjërat barishtet rreth misit dhe pastaj ai e merr fuqinë, dikur mund binet prap barishtet, por mos kanë fuqi ta rrëzojnë, mos kanë fuqi ta rënojnë, s'kan fuqi ta mposhtin kallirin e misrit ose të grurit. Prandaj ka shumë rëndësi se çfarë I japim rëndësi jetën tonë, mendime pozitive apo mendime negative. Njerëzit shpesh mendojnë që mendimi negativ është mendo keq, ndërsa mendim pozitiv është mendo mirë dhe kaq mbaroj me kaq. Jo, mendimet pozitive nuk do të thotë vetëm të mendosh pozitivisht, por edhe të veprosh pozitivisht, të sillesh pozitivisht dhe të reagosh pozitivisht. Domethënë është një gamë gjërë që futen në kuadrin e mendimeve pozitive, që nuk lidhen vetëm me një. Prandaj është një fushë gjërë që duhet studiuar, duhet mësuar, që nuk është e lehtë, por nuk është edhe e pamundur. Veç shpejt kjo pyetja Halimes, Po? kjo është një pyetje pak jashtë temës, po du me... S'ka gjë. Një pyetje si përgjigjem një personi që më akuzon që po fshehi diçka nga ai person, e kur e pyes ku po bazohesh për këtë dyshim, nuk ka asnjë bazament, këtë e kam përjetu se di sa herë. Po, që unë përgjigjem zonjës, dyshimet mas parë janë pjellë e imagjinatës. Domethënë dyshimet janë dyshime, nuk janë të vërteta, janë 50-50. Dhe nëse ti ke frikë nga dyshim e imagjinatës atij personi që I thotë kësaj që po fsheh diçka. Ne s'mund të hyjmë në imagjinatën e tjetrit, as mund t'ja ndalojmë, as mund t'ja imponojmë, as mund t'ja stopojmë çfarë të mendoj, sepse është e drejtë se cilit mendoj çfarë të doj. Mirë, po është e drejtë edhe jona që të mbrohemi ne edhe të themi të vërtetën. Kur ne jemi 100% të vërtetë, s'kemi nevojë të friksohemi nga dyshimet e dikujt tjetër, as nga sjelljet e dikujt tjetër, as nga fajësimet e dikujt tjetër. Mirë, po nëse dikush na ofendon ose na fyen ose na thot diçka na ndonjë dyshim dhe nëse ne ndjehemi keq ndaj atij dyshimi, ndaj atij ofendimi, atëherë ka shumë të ngjarë që në atë diçka ka diçka të vërtetë.
Përndryshe, nëse s'ka diçka të vërtetë, atëherë fleni qetë, fleni lirë, dini përpara me sy, shikoni sy ai që dyshon, që ju fajson, mos e shikoni mos komunikoni me sy të poshtë, as me kokë të poshtë, por sy me sy, ball për ball, dhe aty do të ketë një komunikim jashtë mendjes suaj dhe jashtë komunikimit normal. Është një komunikim që vjen nga gjendra pinjale të feqërie e një më mirë këtë pjesë të syrit të tretë, domethënë kur komunikimi bëhet mes këtyre dy pikave, atëherë pa sinqerta nuk ka forcë përballë të sinqertës. Sinqerta gjithherë triumfon. Është sidomos unë prapë po e lidhi këto që na duhet më qenë shumë vetëdijshëm për gjithçka. Vërtet për gjithçka se ku i mbajmë na mendimet në të shumtën e kohës. Ne s'kemi asnjëherë nevojë të friksohemi nga të pavërtetat. Ne duhet të friksohemi të vërtetës, sepse e pavërteta është e pavërtetë. Të vërtetës nuk kemi nevojë, po ne duhet të friksohemi të vërtetës sepse të pavërtetave është e pavërtetë, s'ka vend tek ne dhe ne jemi të lirë. Nuk jemi në prongat e pavërtetës. Po çka është tjetra se kjo është vërtet shumë e fuqishme dhe duhet me ditë patjetër se fjalët janë gjuha jonë. Fjalët, mendimet e tona krijojnë fjalë. Edhe fjalët automatikisht kur dalin nga goja, ato e krijojnë një energji caktuar te na. Domethënë tani na para se komunikojmë me njëri tjetrin, energjia e jonë veç lëviz diçka të tjetër. Domethënë tashmë kjo halina energjetikisht se si ndihet kur vetëm thjesht kur e mendon çet person ose kur janë domethënë rrin përballë njëri tjetrit. Ndoshta kjo zonja e ka ndonjë dyshim brenda vetes ose e ka diçka që e ngacmon. Edhe kjo masandej krijon mendimet e kjo edhe energji, edhe në këtë mënyrë na ndikojnë të personi tjetër. Mënyrë pozitive ose negative. Zonja Suzoniusha Gagica, nuk e di nëse dash përgjigjen e saktë dhe duhur dhe të plotësuar ato që kërkove, mirë po ne në jetë do të kemi gjithherë gjatë rrugtimit tonë të quajtur jetë, do të kemi gjithherë njerëz që do të pajtohen me ne dhe shoqëror që s'pajtohen me ne, njerëz që do të na fajsojnë, njerëz që do të na duan, njerëz që do të dyshojnë ne, mirë po ne nuk jemi për të plotësuar aty në dyshimet e tyre, as nuk jemi për të plotësuar dëshirat e tyre, s'kemi ardhur këtë jetë për të bërë gjërat që ata dëshirojnë. Ne kemi ardhur si të veçantë, si unik dhe ne jemi për të bërë jetën tonë së pari, pastaj për të bërë jetën tonë me jetën të tjerë, po jo për të plotësuar jetën e të tjetrit. Si jemi në këtë botë për ta plotësuar njëri tjetrin, sepse përndryshe nuk kesh pas nevojë krijuesi na kriju dy persona, na kesh kriju dy persona dhe një mendje, por ka krijuar dy persona, dy mendje, dy mendime, dy ide që komunikojnë mes vete, gjejnë gjuhë përbashkët. Partnerët tanë nuk janë pronë tona, duhet ta kuptojmë tash një herë për gjithmonë. Partnerët tanë janë personat që ne kemi zgjedhur ta kalojmë një pjesë të jetës me ta ose gjithë jetën, varësisht si do të na shkojë lidhja, si do të shkojë lidhja. Por nuk është pronë e jonja as gruaja, as nuk është pronë e ynia as burri, madje nuk janë pronë tonat as fëmijët tanë. Edhe pse ata biologjikisht kanë ardhur përmes neve në këtë botë, mirë po nuk janë pronë e jonja, sepse ata kanë jetën e vet, ata janë persona unik, janë krijesa që kanë ardhur sikurse ne kanë ardhur në botë, ne kemi ardhur përmes prindërve tanë, ata kanë ardhur përmes neve si prind, mirë po s'janë pronë e jona. Sa më herë ta kuptojmë këtë gjë, aq më herë do të lirohemi nga gjithë ajo ngarkesat që ne kemi përgjegjësi dhe mbi ta dhe kemi autoritet mbi ta dhe për jetën e tyre. Ne kemi për obligim të rrisim fëmijët tanë deri në moshën 18 vjeçare, mirë po pas moshës 18 vjeçare kur ata krijojnë individualitet, kur ata krijojnë personalitet, kur ata krijojnë unë vet, atëherë ne mund t'i japim këshilla, mund t'i japim sugjerime, por asnjëherë kritika dhe asnjëherë qërtime, sepse kritikat dhe qërtimet kur në jetë nuk kanë pasur efekt pozitiv, gjithherë negativ. E as më pak tek shtresat me mendësi pak më të ulët se sa tek shtresat tjera. Është edhe shumë e mirë kur e kuptojmë se personat na vinë për dy qëllime në jetën tonë. E para, na vinë persona sepse gjithë prej neve e kanë një dëshirë ose e kanë një qëllim. Edhe disa persona
vinë me atë arsye që na me na afru, me na jeton mundësitë dhe shanset që na me arrit qëllimet tona, dëshirat tona. Të më thonë, kur e kuptojmë këto, na nuk jemi kur në kundërshtim. Edhe sa më pak që e pranojmë, aq më pak mendime negative kemi. Duhet më kuptu, në bas situatave, në bas gjendjes aktuale, na krijojmë mendime. Edhe në bazë këtyre krijimeve të mendimeve tanishme, na vetëm shkojmë duke i shtuar ato, duke i rritur ato. Po nëse e kuptojmë, nëse na shkojmë me këtë konceptin se, ose veç ja bojmë vetes këtë pyetje për shembull, me çfarë misioni ka tani ky person në jetën tënde. Edhe kur e bojmë na këtë pyetje, automatikisht e ndryshojmë energjinë në veten tonë. Automatikisht ndryshojmë mendimet tona, nuk kemi na më shumë mendime negative. Edhe jemi në pranim. Edhe automatikisht energjia jonë ndikon te personi tjetër. Shumë bukur e the. Po, edhe tjetra është në bazë të energjisë tonë, në bazë mendimeve tona, se gjithmonë mendimet kanë ndikim në energji, çdo herë. Edhe nëse na thjesht për shembull e kuptojmë që qenë ka punat e mendimet e mia, të energjia e jame, do thonë ata edhe mundën me i tërheq ta persona. Se ku jemi ty marrë tan? Jo vetë dish. Ne, po e njëjta të rresh të njëjtë. Ne të rreqim 90% që nuk janë vetëdijshëm ndaj mendimeve të tyre, të tërheqim situata në mënyrë jo të vetëdijshme. Gjithçka. E kur e kuptojmë pra që këto persona në përgjithësi, si partnerët, si shoqëria, si puna, si gjithçka, kur na e kuptojmë se për dy arsye na vinë këta persona në jetën tonë, atëherë mendimet ndryshojnë, ndryshojnë edhe në këtë mënyrë tërheqje. Po më duhet një replikë e vogël me Halimen, thotë që personat që na prishin energjinë tonë. Energjinë e mirë. Faktikisht, secili person do të na prish energjinë, do ta shkatërrojë, do të na rënojë nëse ne japim hapësirë atij personi ose atyre personave të caktuar të hyjnë në jetën tonë, të hyjnë në brendësinë tonë. Pra ne jemi ata që përcaktojmë se si do të jetë jeta jonë, jo të tjetë. Dhe nëse të tjetë lejojmë të hyjnë jetën tonë, qoftë në formë shpirtërore, qoftë në formë të ideve, qoftë në forma të ndryshme, atëherë ne nuk jemi më ne jemi ata dhe ne bëjmë jetën e tyre. Prandaj ne do të kemi gjatë jetës gjithmonë sa më shumë njerëz do të kemi që s'na duan, që na kanë zili, që na kanë inat, që na urrejnë dhe sa më shumë që kemi, aq më mirë ne do të jetë për neve. Domthonë ne më shumë kemi nevojë për njerëz që nuk na duan, për njerëz që na urrejnë, për njerëz që na xhelozojnë sesa njerëz që na duan. Pse them kështu? Ju duket pak sa absurde, po them kështu sepse njerëzit që na urrejnë na mësojnë neve të jemi imun ndaj një njeriu, ndaj një urrejtje. Pra na mësojnë na forcojnë neve si identitet. Na forcojnë gjërat e këqija, na forcojnë, na pjekin para kohë. Gjërat e mira vetëm na përkthejnë, asgjë s'na bëjnë më shumë. Njerëz që na duan vetëm na përkthejnë, na lavdërojnë dhe kalojmë çaste të mira me ta. Mirë, po nuk mësojmë asgjë tjetër përveç dashurisë. Domethënë me njerëz që na duan i duam, asgjë tjetër nuk mësojmë nga ta vetëm përveç dashurisë. Ndërsa njerëzit që nuk na duan, njerëz që na urrejnë, njerëz që na shikojnë me sy të keq, nga ta mësojmë gjëra më të vështira tjetër që neve na ndërtojnë gjatë jetës, që na duhet, si themi, janë si antibiotik ndaj trupit tonë. Pra ne kemi nevojë më shumë për armiq se sa për mish. Po edhe në fakt nuk duhesh më mundu me ndryshu energjinë absolut askujt. Edhe jam shumë e bindur. Ne s'mund t'i ndalim të tjerë që tentojnë me na prish energjinë, por ne do t'ja qisëm si themi atë gardhen, murin mbrojtës që mos t'i lejojmë. Nëse i lejojmë atëherë ne kemi nën pushtetin e tyre. Pra si jemi ne ata jemi më dobët se ta. Çdo person ose çdo energji më e fortë se sa ne na shkatron neve. Është njësoj sikurse ta përplasim kokën për një muri dhe gjithçka kur e përplasim kokën me gjithçka më të fortë se sa koka jon, atëherë ne dëmtohemi. Ndërsa nëse e përplasim me një sfungjer, atëherë ne s'kemi dhimbje, sepse sfungjeri është më i dobët se sa ne. Dhe çdo gjë që është më fortë se ne shkakton neve dhimbje. Pra edhe vujtja nëse është vujtja më e madhe se sa mundësia e kapërcimit të vujtës, nëse është më e fortë se sa jona, atëherë neve na shkakton dëm. Për shembull, kur kemi raste të vdekjes që është vujtja është më e rëndë,
se sa në rast tjetër më i vogël, atëherë po neve na poshtë dhe ne humbim energjinë. Pse? Sepse vujtja është më e madhe se sa ne. Problemet janë më të mëdha se sa ne. Dhe në realitet nuk duhet të jenë as vujtja as problemet më të mëdha se sa ne, sepse ne kemi krijuar problemet, ne kemi krijuar vujtjet. Pra ne jemi krijuesit e tyre, jo ata të neve. Pra nëse ndrojmë rolet atëherë ata marrin fuqinë tonë. Dhe sa më dop ne, të tjerët bëhen më të fortë. Por ne duhet jemi të vetëdijshëm sepse vujtjet, emocionet, duke përfshirë edhe emocionet të tjerëve që fillojnë të ndryjnë të ne, janë më të vogla dhe më të pafuqishme se sa ne. Ne jemi më të fortë se gjithçka që ekziston. Na kemi edhe pak frikë me qenë vetvetja dhe kemi frikë me thonë mendimin tonë. Gjithçka përlihet me frikë. Gjithçka lidhet me frikë. Gjithmonë është frika se mos po e humbim personin, gjithmonë është frika se mos po mbetem vetëm. Gjithmonë është frika se nëse unë jam ashtu që jam, nuk pranohem nga të tjerët. Gjithmonë ne vuajmë si po na braktisin të tjerët. Faktikisht, nëse dikush na braktis neve, pas se me na braktis neve, ndonjë shok ose shoqë, mikesh, ne faktikisht e kemi braktis vetveten dhe ne nuk duhet ta fajsojmë atë që na ka braktisur, sepse ne fillimisht kemi ikur nga vetvetja. Pse kemi ikur? Sepse ne kemi lejuar që vetvetja jonë të bie në një energji shumë të për shkak të ikjes së një shoku. Nëse ik një shok, ne duhet ta kuptojmë se ai është shok i vërtet, sepse Zoti na çon njerëz shumë të mirë në jetën tonë, për një arsye shumë të mirë, po na largon nga jeta jonë për një arsye edhe më të mirë se sa e para. Prandaj, nëse njerëz në largon nga jeta jonë, ne duhet të trokasim dhe t'ju urojmë shëndet, rrugë gjatë, rrugë të mirë, sepse ata ishin energji negative të ne. Dhe ne duhet ta shohim këtë prizëm, jo të vuajmë sepse nuk e kemi një person që e patëm deri tani në jetë. Jo, ne duhet ta kthejmë duhet ta bëjmë një alkimi të emocioneve, të ndjenjave, që ai person nëse s'është me mua, ai s'don të rrijë me mua. Domthonë për të një arsye njerëzit rrinë me ne, për arsyen se s'kan ku të shkojnë, për arsyen sepse presin momentin e caktuar dur që të ikin nga ne dhe personat e tretë janë personat që dëshirojnë të rinë me ne. Dhe ne duhet të vlerësojmë ata që dëshirojnë të rinë me ne, jo ata që kanë ikur. Ata që kanë ikur duhet të vlerësojmë pra asgjë sepse ata kanë ardhur me një mision të shkurt që neve na kanë shikuar si mundësi. Dhe kur njerëzit të tjerë na shikojnë neve si mundësi, atëherë ka ardhur koha që ne të shikojmë ata si kujtim dhe të përshëndesim me një papa sigurisht fëmijëve. Ekrem, një pyetje thotë, edhe nëse është fëmia ose prindi i jon? Po? Veç kaq, po sigurisht e ka menduar ndoshta Dëgjoj. Kupia apo diçka tillë. Fillimisht ne nuk duhet të lidhemi emocionalisht deri në skajshmërisht as me fëmijët as me prindërit. Prioritet, domethënë e para gjë që duhet është me dashur veten. Po ne edhe të tjerë, jo të tjerë dhe ne, as ne bashkë me të tjerë, por ne fillimisht jemi më të rëndësishëm se sa gjithë të tjerë rreth nesh, pastaj janë të tjerët. Fëmijët janë pasardhës tanë që kanë ardhur përmes neve, mirë po s'janë pronëve. Një ditë ata nuk do të jetojnë me ne, do të jetojnë me familjet e tyre, ata mbesin për gjithë jetën fëmijët tanë, janë pasardhës, janë birë e bijat tanë, mirë po nuk janë pronë jona. Dhe gjithçka sa më herë ta kuptojmë se asgjë dhe askush s'na përket neve dhe asgjë dhe askujt si përkasim ne, çaq më herë do ta fitojmë ndjenjën personale edhe shpirtërore. Po edhe me prindrit, edhe me fëmijët e tonë, nëse kanë energji më ndryshe, edhe pse me fëmijët është natyrisht se diçka krejt tjetër, sepse automatikisht fëmijët e marrin energjinë e prindit, dashën apo zashtën. Po me prind është pak më vështirë, normal se prindrit janë gjenerata shumë të vjetra, kanë shumë programe, kanë komplet tjetër energji. Sakt. Tash tek prindrit dhe fëmijët ka përplasje gjeneratash. Ne prindrit tanë nuk kanë faj që na kanë këshilluar, ndoshta na kanë çortuar me dajak, sepse ata kaq kanë ditur, kaq kanë menduar se është më e drejta e mundshme dhe kështu kanë vepruar me ne. As fëmijët tanë nuk mund na fajsojnë neve që ne përpiqemi të orientojmë, të edukojmë, të këshillojmë në mënyrën që ne dimë, sepse ata janë gjenerata e re. Ne, domthonë këtu ka përplasje gjeneratash, mirë po ne nuk duhet të imponojmë fëmijëve jetën tonë. S'mund të themi ne fëmijës, unë kam jetuar kështu, do të jetë sion. Jo, unë kam jetuar kështu para 20 vjet, 30, por ti tash jemi 30 vjet pas. Nuk është as energjia e njëjtë. Jo. Nuk është energjia e njëjtë. Asgjë s'ka të njëjtë, asgjë nuk ka të njëjtë në këtë botë, jo vetëm me vjet, por as me ditë s'ka të njëjtë. Domethënë ne duhet të përshtatemi kohës. Fëmijët tanë kanë lindur në shekullin 21, ata kanë një jetë tjetër, e kanë një model të ndryshe, e kanë një mendësi ndryshe,
nga jona, shqyr që e kanë, sepse është një evolucion, dhe ne nuk mund të imponojmë, të themi edhe ju duhet jetoni sikur ne, edhe ju duhet mendoni sikur ne, edhe ju duhet veproni sikur ne, sepse ata nuk janë ne. Nuk janë ne dhe po. Por ti përcjellin fëmijët vetëdijshëm, e dim sakt se nga cila mosh ata veç fillojnë me mendu. Përderisa ata nuk janë në mendime, ata janë komplet vetja e tyre e vërtet. Edhe shko fëmijët vegjël, sidomos në moshën 10 vjeçare, ata janë komplet mësues tonë. Po Milazimi po pyet, e përshëndes Milazimin nga Gjakova, po pyet pse njeriu i drejtë dhe flet drejtë njerëzit e sotit nuk e dojnë. Faktikisht kjo është një definicion e Milazimit, s'kisha thonë që është i të gjithëve, mirë po të marrim si të mirë qenë. Milazim e ke pa gozhda e det gjithherë merr troll me çekan, do të thonë gjithherë i mshojnë gozhdës së drejtë, jo asaj të sembës. Njerëzit e drejtë janë të padëshirueshëm në rrjetin e njerëzve jo të drejtë. Prandaj ti mendon se ata nuk të dojnë. Faktikisht nuk të dojnë sepse ata të duan të jesh si ta. Pra njerëzit të drejtë nuk i duan njerëzit e pa drejtë nuk i duan njerëzit të drejtë. Se janë dy energji të ndryshme, janë dy energji të kundërta. Dhe dy energji të kundërta sikurse energjia e magnetit që janë plus minus, kur duam të bashkojmë largohen, domethënë kur janë të njëjta. Prandaj energjia negative është tek njerëzit e pa drejtë dhe ata normal se nuk i duan njerëzit të drejtë sepse ja u prishin matematikat, ja u prishin gjitha llogarit, u prishin punë gjithkund, çdo herë edhe me gjithkund. Prandaj këshilla ime më e mirë është mos rri me ta. Gajde mos të dojnë. Nëse je sinqert edhe nëse je komplet autentik, përgatitu që t'jesh vetëm. Po, sakt. Shumë të njëme e zgjuar dhe menqër. Po. Mirë, nëse s'kone e pyetje, po dalim pak të tema, se nuk e dija a diskutum. Temat kemi përcaktuar për sonte komunikimi dhe mendimi dhe me energjia e mendimit. Për komunikim kam për gjuhën e mendjes dhe gjuhën e trupit, kam vendos, kemi pas bisedojmë edhe në ligjëratën e kaluar, mirë po për shkak se u vonuam, nuk e di pse u vonuam, do të flasim sonte pak më shkurt. Tek komunikimi, sepse problemet më të mëdha janë tek njerëzit që kanë komunikimin, komunikimi jo i duhur, komunikimet me fjalë, një fjalë e keqe, një fjalë jo e mirë, një fjalë nxitse shkakton konflikt në komunikim, pastaj mund të kthehet edhe në konflikt verbal, pastaj mund të kthehet në konflikt fizik. Edhe mënyra e tonit të zonit, se me cilin ton e përdorim në zonë. Po, edhe kjo është pjesë e komunikimit, do të thonë është gjuha e trupit dhe gjuha e mendjes. Ne do të kemi shumë kujdes gjatë kur flasim me të tjerë, kur jemi qoftë me një person ose me disa persona. Kam lexuar një libër tash ditëve të fundit të Arnold Schwarzenegger, aktorit me famë botërore të filmave më të njohur të botës, Terminator, thotë kështu. Thotë ne jo rastësisht e kemi një gojë, kemi dy vesh dhe dy sy. Kemi dy vesh për të dëgjuar më shumë, kemi dy sy për të parë më shumë dhe kemi vetëm një gojë për të folur më pak. Ne kur flasim faktikisht i përsëritim fjalët e tona. Pse e përsëritim? Sepse ne para se me fol fjalën, para se me artikuluar fjalën, ne e mendojmë. Domethënë gjithçka që ne e flasim është përsëritje fjalëve tona. Nëse unë ju them mirë mbrëma të gjithëve, atë këtë mirë mbrëma të gjithëve e mendova paraprakisht unë. Nuk është që më dul nga goja aty për aty. E mendova në mendje, pra vetëm e përsërita. Domethënë kur them mirë mbrëma të gjithëve, do ta kuptoni që e thash për s'dytën herë, jo për të parën herë. Dhe çdo fjalë që flasim ne, çdo mendim që bëjmë, pra është e përsëritur. Dhe tash tek komunikimi, fillimisht kur flasim me një person ose me disa persona në grup, duhet fillimisht ta kuptojmë atë çfarë po themi. A është e vërtetë ajo çfarë po themi? A është e kuptueshme ajo çfarë themi? A është e besueshme ajo çfarë themi? Para se tentojmë ta bindim të tjetrin, para se tentojmë ta shtyjmë tjetrin që na besojë atë që themi, a është e besueshme për ne? A i besojmë ne asaj që themi ne fillimisht? Pra ka rëndësi shumë në asaj që themi ne, a përputhet me mendjen dhe me shpirtin. Është trekëndshëm, mendje, shpirt edhe energjia. Mendje, shpirt edhe trup. Edhe trup, po. Mendje, shpirt, trup. Nëse këto trija nuk përputhen njëra me tjetrën, atë ne jemi fac, ne jemi gënjeshtar, ne jemi mashtrues. Pra mendojmë ndryshe, veprojmë ndryshe dhe flasim ndryshe. Dhe kur të trijat nuk kanë harmoni me njëra tjetrën, po zëm të them Milazim do të vi javën e ardhshme në Gjakov ta pim një kafe bashkë. Pra
është reagimi i trupit, është reagimi i mendjes, edhe reagimi i dëshirës, i energjisë. Dhe nëse pas një kohe unë nuk e kam atë vullnet të shkoj ta pi kafën me minazimin, por i kam premtuar minazimin do të shkoj, atë çfarë ka këtu? Atë mendja i thot po, trupi thot po, mirë po, energjia, shpirti thot jo. Dhe unë shkoj faktikisht si një mashtrues, shkoj pi kafën te minazimi, minazimi faleminderit që ke marrë këtë gjithë këtë rrugë, mirë po minazimi nuk e din që brenda me e fshihet një diçka tjetër, fshihet një mosvullnet për ta pirë atë ditë kafën me ta. Një detyrim. Një detyrim pra, dhe çdo gjë që prandaj kam gjithë atë rrugë për shkak sepse i kam premtuar dhe du ta bëj premtimin, por e bëj pa dëshirë. E bëj pa shumë gjëra në jetë ne i bëjmë pa dëshirën tonë dhe gjërat që bën pa dëshirën tonë janë gjëra të dhunshme. Ne i themi e bëna pa vullnet, por mungesa e vullnetit është dhunë, sepse gjithçka që e bëjmë pa dëshirën tonë është dhunë dhe dhuna përkthehet në forcë vepruese negative brenda trupit tonë, që ne nuk e shohim çka ndodh aty brenda, por ndodh një revolucion, ndodh një aksion negativ që bën dome dikon më pak e dikon më shumë, mirë po ato dome nuk është se i vrim për një herë, po i vrim gjatë jetës tonë që do të në forma të ndryshme që manifestohen në forma ndryshme. Prandaj kur jemi mendje, trup, shpirt, kur janë të trijat përputhen njëra me tjetrën, atëherë ne e kemi përqafuar lirinë e vërtet shpirtërore dhe kena përqafuar lumturinë e vërtet shpirtërore. Pa këto të trija ne jemi fac, ne jemi mashtrues, ne jemi gënjeshtar, ne jemi s'po di gjejtash në këtë moment emra tjetër të negativ që na mbulojnë këtë veprim tonin. Të më thonë, është shumë e rëndësishme që na me qenë prezent çdo herë. Sa më shumë me qenë të aktivizuar në moment. Gjithherë, fillimisht në jetë gjithherë, para se të mendojmë se çfarë duhet të flasim, duhet të dimë se çfarë nuk duhet të flasim. Pra, se është mos folja nuk është gabim, ndërsa folja gabimisht është gabim. Pra, para se të flasim, ne duhet mësohemi të dimë se çfarë nuk duhet të flasim. Gjithë mendojmë se i verbri që ka shkopin dorë. Gjithë mendojmë se ai e përdor për ta kuptuar rrugën e drejtë, për ta kuptuar ka duhet të ecur. Faktikisht ai e përdor shkopin për të kuptuar ka nuk duhet të ecur, sepse rruga që nuk duhet mund ta thyej këmbën të rrëzohet, sepse rruga e duhur është e duhur. A kupton? Pra, i verbri e përdor shkopin për të kuptuar, për i prek rrugës para vetes. Me rrugën e duhur. Jo rrugën e duhur, po e prek për të gjetur rrugën e mos duhur. Domthonë për ka nuk duhet me ec. A kupton? Po, e bën të kundërtën. E bën të kundërtën. Po, ai shkon se i prek shkopin ndonjë guri. Po, ai e din që atë s'duhet me shkel. Ose nëse del jashtë trotuarit, jashtë shtegut që është i destinuar për të verbër, ai e prek i ka të shenjë që ai njeh, që ne si njohim, ne si shohim, ai njeh, dhe ai e din që ai pjesë nuk është e tij, nuk është shtegu i tij, dhe ai nuk ec. Pra, ai e ka shkopin për të kuptuar ka nuk duhet të ecur. Edhe ne para se të mësojmë të flasim, para se të ngarendim të flasim të tjerëve, ne edhe çfarë të flasim, ne duhet ta kuptojmë fillimisht se çfarë nuk duhet të flasim, sepse folja ose fjala e gabueshme mund të shkaktoj dëmë, ndërsa mos me folesh, është dëm i vogël, po është i padëmshëm. A e ke pa për shembull edhe kjo që thuhet sa çfarë njëri, edhe mirë me i foli duket që i thon foli diçka keq. Po njerëzit janë kjo ndodh për shkak se njerëzit janë pushtuar nga mosdyshimi, nga energjia negative, dhe aty gjithçka që i thua, edhe nëse i thua shëndet aty negative që i ka vetë, domethënë. Po, ai ka krijuar një program me mendimet negative, i ka krijuar një dy thasë, një thasë ka me mendime pozitive dhe një me negative, por ai gjithherë mund shtesin me mendime negative. Dhe sa që flet, ai e fut dorën në thesën me mendime negative dhe me mendime dyshuese. Dhe aty po ti thua shnet, aty duket plaç. Dhe gjithherë pra mendon se ti flet diçka që aty i prish punë. Dhe ai me një reagon në mënyrë agresive dhe në forma tjera më të larta ose më të forta, më të buta. Por ka rëndësi interpretimi, si interpretojmë ne, domthonë si i qasim bisedën me njëri tjetrin. Ta zëm një tregim të shkurt, një mësues, një student, nxënës faktikisht, ishte problematik. Në shkollë kishte gjithë anëtët e dobta. Gjithë mësuesit e shkollës e presnin prindin e tij në takim, domthonë babën e tij në takim për shkak se ky bënte probleme, nuk mësonte, mirë po vetëm mësuesja e biologjisë kishte raporte të mira me të dhe vetëm tek ajo kishte notën 5. Domthonë kur i shkoi prindit
t'ja shikoj notat, të shikoj se si ka sjellët, gjitha kishte notat e dobta, vetëm të mësuesja biologjisë kishte 5. Dhe u habet babait i tha si është e mundur, ai ke fal, as si ka ndodhur, edhe çfarë ka ndodhur, nuk është se ai ka qenë i nxënës i keq, mirë po mësuesja e biologjisë ka bërë një qasje tjetër ndaj tij. Domethënë është qasje në një formë tjetër të cilën e ka nxjerrë më të mirën prej tij. Dhe ne në jetë, po, dhe në jetë gjithë njerëzit janë të mirë, s'ka njeri të keq, vetëm ignoranca e njerëzve i detyron të duken, të manifestohen se janë njerëz të këqij, janë njerëz intrigant, janë njerëz gënjeshtar, janë njerëz me veti të tjera të ndryshme negative. Por ne çfarë do të bëjmë? Ne do të shikojmë, gjejmë vlerat e tina, gjejmë pikat më të mira, jo të vrapojmë pas pikave të dobta të tjetrit, por pas pikave të mira, pikave më të forta të tjetrit, sepse nga ato njëri e ngret të mirat e dikujt. A e di kjo që thuhet 100 mira ja bona, një të keqe më harroj gjitha. Po, të gjithë ne kemi anë negative, kemi anë pozitive, varësisht me cilat udhëhiqemi në jetë. Prandaj ne në shoqëri, në familje duhet të shikojmë anët pozitive tek tjetrit, do të nxjerrim më të mirën të mëshme, sepse secili ka anët pozitive, ka gjën më të mirë. Dhe ne nëse nuk dim, nëse ne i pajsojmë të tjerët për gjërat negative, për anët negative të tij, për tmetet e tij, atëherë kjo automatikisht ne shpërfaqim një tmet tonë. Pra kur ne shohim tmeta tek tjetri, ne harrojmë që ne shpërfaqim një tmet, sepse emeta jon e gjen tmetën e tjetrit, sepse e bukura jon e gjen vetëm të bukurat. Pra emeta gjen tmetën, fajsimi gjen fajsimin dhe e bukura gjen të bukurën. Pra nëse ne shohim diçka të bukur jashtë, na pëlqen shumë, ajo e bukur faktikisht nuk është jashtë, por brenda nesh, sepse ne po shohim të bukur, ajo vjen nga brenda, gjithçka vjen nga brenda. Dhe tek njerëzit më mirë të luftojmë, nxjerrim një të vërtet, një gjë të bukur, pozitive, sesa të kapemi pas 10 ose 15 gjëra negative. Pra kur njerëzit kapen, ai kapet pas anëve negative të ati, këti tjetër, atëherë ka konflikte, ka mosmarrëveshje, të cilat gjithë njerëzit e zgjuar i gjejnë. Pra njeriu produkte të mendimeve, edhe është kur nuk mendojmë gjithçka bëhen nga mendimet, por mendimet kanë një shkallë mentaliteti, sepse mentaliteti i fortë, mendjesia e lartë, me zhvillimi personal nuk krijon mendime negative. Dhe gjithë këta njerëz që kanë marrë këtë rrugtim, gjithë këta njerëz që neve po na ndjekin në këto momente, këta e kanë ndonë mendjen të ndëgjojnë ligjërata me mendime pozitive dhe me zhvillim personal. Pra këta sa më shumë që bëjnë gabime, këta janë më fajtorë, sepse këta kanë filluar rrugën e zhvillimit personal dhe këta tash nuk duhet bëjnë gabime. Dhe duhet t'ju falin gabimet e tjerëve, sepse gabimi është të kapësh për gabimin e tjetrit. Pa nëse ne kapim për gabimin e dikujt tjetër, atëherë edhe ne kemi bërë gabimin e dy vesh. Nëse ne e përfolim, e flasim pas shfine një shëmti të dikujt, atëherë automatikisht ne kemi bërë një shëmti tjetër, edhe kundërta lavdata. Është shumë e vërtetë. Dhe ne kur zhytemi në mendime negative ose përjetojmë emocione, ne trupi ynë mandej përshtatet me ato. Si themi ne e formojmë, e krijojmë një trup, se trupi ka mundësi të ndryshoj sipas mendimeve tona. Mandje shkenca thotë që po ndryshon edhe ADN-ja. Nëse ne gjithaj çojmë informacione pozitive trupit tonë, mendja jonë trupit tonë, atëherë trupi jonë fillon të ndërtojë një trup pozitiv. Fillon të ndërtojë qelizat të reja pozitive me inteligjencë të lartë, sepse çdo qelizë e trupit tonë ka inteligjencë. Ne mendojmë që edhe pse ai nuk shihet me anë të syrit, ai ka një inteligjencë kurse siç ka fara e mullës. Ndukje fara e mullës është vështirë me mbajtur me dy gishta. Mirë, por në gjatë fart mullës ka miliarda informacione, gjenezë, ADN, nëse e fusim në dhe krijon kushtet optimale për mbirje, ajo jep një trung 20 metra, jep fruta, jep hije, jep gjethe, jep gjithçka, nga çaja e fara e vogël. Prandaj edhe një qelizë e vogël lionja e ka peshën shumë të madhe. Dhe çdo qelizë kur ne i çojmë informacion negative, atë qelizat fillojnë të smuren. Qelizat, nëse ne çojmë një pikëllim të thellë, po kemi një pikëllim të thellë për X ngjarje, dhe ne themi që nuk po vuan, po vuan ose përmon në veti, themi ne përmon një pikëllim përmon në veti. Faktikisht pikëllimin, mbajtja në veti, pikëllimit është hen. Është sikurse kur na vjen për të vjellur, ata
që e vjellim ta fusim prapë në gojë ta kthejmë mbrapa. Po domosdoshmë është helm, edhe pikëllimi i thellë nëse mba dhe nuk shpërfaqet, nuk qitet jashtë, nuk ndahet me të tjerë, ai kthehet në helm kundër nesh. Gjithçka që është që ne nuk e qesim jashtë të keqen, ai kthehet kundër nesh. Edhe buk po të ham tepër, nuk të kthehen kundër nesh, domosdoshmë vjellim sepse e din që është i tepërt në barkun tonë. Kem që ta merr mendja që mundem na me ilshu ma lehtë mendimet negative. Pra, mendimet negative. Ne kemi dy mundësi të udhëhiqemi nga mendimet pozitive. Tash ta dikush po s'pedi po përpiqem të mendoj pozitivisht, por po më shkon mendja negativisht. Sepse po mendoj pak të e mira, po. Që po tregoj një tregim të shkurt, ndoshta nuk e ndodh ndjekësit. Një burr ishte i ftuar në darkë me gruan e tij. Gruaja punonte në një bankë dhe ky punonte me një institucion tjetër. Tash që kishin lënë takimin në ora 5 takoheshin në shtëpi dhe në ora 6 kishin me qenë në darkë, ftuar. Tash gruaja e dinte ajo që do të vinte ku vonohet. Çfarë ndodh? Burri kap telefon 3 herë, 2 herë zbën telefoni. Fillon të dyshoj, mos po traton gruaja, fillon të xhelozoj faktikisht. Dhe xhelozia, dyshimi fillon të rritën, provo telefon dikur s'bën telefoni fare hiç. Çfarë ndodh tani? Tani fillon Një moment ta përfundoj. Tash po du më dal aty ku po dyshon ti. Fillon tash e lën dyshimin për tradhti bashkëtorë, e lën frikën, fillon të friksohet mos i ka ndodhur diçka keq në komunikacion. E kupton? Dhe fillon mirakuloz edhe më shumë. Fillon prit del te dyert, del ndritare, del me prit s'ka s'vjen hiç. Tek pas pak para orës 6 i vjen gruaja, sheh gruan, edhe ajo kishte harruar krejt që ka pas me shku në takim dark, ishte nal me një shoqë dikun dhe kishte pirë një kafe dhe ishte vonuar. Tash kishte dy mundësi ky burri. Ta çortonte gruan që ishte vonuar për dark, ose në vend të çortimit, në vend të energjisë negative, të gëzohej që asaj nuk i kishte ndodhur diçka e keqe. Edhe ta përçaponte të faleminderit se po ta prik, po që ma hoqe frikën. Pra ne zgjedhim a duam ta çortojmë, pra të udhëhiqemi nga energjia negative dhe ta çortojmë dhe të konfliktohemi me ta, apo të gëzohemi që nuk kishte ndodhur me keq që ai kishte menduar se i ka ndodhur diçka në aksident. Dhe kjo është ajo alkimia e emocionit, alkimia ndjenjave, kur ne një emocion negativ mund ta shndrojmë shumë lehtë në emocion pozitiv dhe pastaj të çlirohemi edhe ne. Kjo vjen edhe si pasojë e programeve, domethënë sepse na besojmë që e keqja ndodh shumë më shpejt se sa e mira. Në fakt ndodhen të dyja njëjtë. Ne si qenie njerëzore, si nevoleme sipër, jemi të prirë, kemi tendenca që më shumë të besojmë energjisë negative, frikës. Prandaj ne kemi më shumë emocione negative. Prandaj jemi më të hapur ose më të shpreha më të lehtë të kapshëm nga emocionet negative, sepse ne kemi tendencë gjithmonë të besojmë asaj që na shkakton dhimbje, asaj që na shkakton vujtje. Pra më lehtë i besojmë dikujt nëse thotë mund të ndodhë një diçka keqe në komunikacion ose nëse thotë diçka të bukur. Na më lehtë pra na shkon mendja që mund të ndodhë një aksident sa një diçka e bukur, sepse ne jemi në tendencë që të besojmë, po i ekspozohemi, tash më kujtoj fjalë. Pra ne më shumë i ekspozohemi me energjisë negative sa pozitive. Dhe çfarë duhet bëjmë që të shndrojmë energjitë negative në pozitive? Duhet zhvillim personal. Prandaj është kjo ligjërat, prandaj janë këto kurse. Prandaj këto live që ne të lexojmë, të kuptojmë dhe të mësojmë se si me lehtë ti kalojmë energjitë negative në energji pozitive, sepse fillimisht janë për të mirën tonë. Kjo është që shkon gjenerat pas gjenerate, edhe kjo ka ndodhur e gjitha sepse njerëzit nuk janë rrit deri me sot, nuk kanë punu me veten, nuk e kanë kuptuar se si funksionon natyra në të vërtetë. Sepse sigurt kishin punu para shumë gjeneratave, edhe ta kishin kuptuar që sepse gjeneratat e ardhshme nuk kanë me qenë në këto frekuenca siç jemi ne tani, në të ardhmen, sepse energjia veç po ndryshon, edhe sa më shumë na që vetë disohet,
aq më shumë do të kemi frika, aq më shumë do të kemi aq më pak do të kemi dyshime. Aq më shumë do të kondicionohet njeriu në të ardhmen me mendu që më shpejt ndodhe mira se sa e keqja. Domethënë na jemi pak a shumë një farë lloj viktime e gjeneratave më të vjetra, se na jemi kondicionuar, na jemi vull me besu që e keqja ndodh më shpejt se mira. Fiqi, ne mund ta çojmë si viktimat të gjeneratave para nesh, por ata s'na kanë ndaluar tani kur është na ndalon neve që ne të zhvillohemi pozitivisht. Po, normal. Po. As kur s'na ndalon që ne të ngritemi në një nivel ose disa nivele, sepse nivelet e zhvillimit personal nuk është se fillojnë këtu dhe mbarojnë këtu, ato janë të pandashme. E krem është edhe kjo arsyeja se unë për shembull me shumë njerëz që tash normal se çdo herë kam kontakt me njerëz ndryshëm edhe në rrethin edhe këtu ku jam në Zvicër e shoh se është një numër shumë i vogël që kanë filluar me u zhvillu personalisht, me u transformu. Edhe unë për shembull si hipnoterapiste, ende kur ju thom njerëzve kur flas, edhe tani në shkollë që jam me mësuese me kështu me krejt, ende domethënë hipnoza nuk njihet fare, shumë pak. Tek tani në këtë dekadën e fundit kanë filluar njerëz ta kuptojnë se çfarë kështu, domethënë me njerëz që janë në kontakt fizikisht se në mënyrë virtuale normal që është rreti më i gjon, edhe ama është ende shumë numri shumë i vogël që janë të transformu. Edhe është një numër shumë i madh që mendojnë për neve se na jemi çmendur. Po, ne mund të ndalim të tjetër si mendojnë për ne, as nuk kemi për obligim të ndalim, as të bindin të mendojnë ndryshe, ne nuk kemi mendimet të tyne, ne jemi ne. Pra, këtu do ta kuptojmë, nëse ne bëjmë jetën për shkak se ai thotë kështu, atëherë ne po bëjmë jetën e të tjerëve, jo tonën. Dhe ne s'mund të kënaqem, ne gjatë gjithë jetën do të kemi njerëz që na pëlqejnë dhe s'na pëlqejnë. Në rregull është e drejtë e tyre. Domethënë drejtë e tyre është të mendojnë çfarë të duan. Por jo ne. Ajo është sigurisht se po, edhe unë normal as që diskutoj me ata njerëz, po e di që unë nuk kam çore tani ti, edhe ti si e krem, që merresh me zhvillim personal, edhe se çish e din se çish funksionon në të vërtetë, çish e din që si funksionon një mendim, si funksionon emocioni. Tash ti kur rrin me këta persona që nuk janë zhvilluar fare, ti nuk mundesh me u ndërlidh me temat tyne, edhe automatikisht ti del domethënë nga loja. A e kupton? Edhe unë çfarë do të thonë që na që po dalim po flasim këtu, po flasim që sa më shumë njerëz me kuptu natyrën. Thjesht sa më shumë me u kthy tek vetja, se përderisa nuk them tek vetja, përderisa nuk them te thelbi i jon, gjithmonë ka më shkuq kjo gjenerat pas gjenerate që to programe kanë me vazhdu ende tani. Nëse ne shkputemi nga vetja, ne do të vdesim. Jo kuptimin fiziologjik, por në kuptimin shpirtëror. Është sikur se lulja, po kputen në kërcell, lulen pjesa e sipërme vyshket, sepse është shkputur nga burimi, nga ushqet, nga energji. Prandaj ne nëse dalim nga vetja, atë nuk mund t'i fajsojmë të tjerë. Në jetë gjithherë tash do të kemi njerëz që na duan, njerëz që nuk na duan. Por ne jemi ne dhe ne nuk duhet të ndryshojmë për hir të askujt, por fillimisht për hir të tonin, sepse ndryshimi në pozitiv është i mirë për ne fillimisht, pastaj edhe për njerëzit që duan ta përqafojnë ndryshimin ton. Dikush e përqafon, dikush qesh me ne, dikush të qenë kanë të çmendur, dikush të s'janë të bukës, kanë mendime të ndryshme, kanë të drejtë, të gjithë mendojnë si të duan, sepse është e drejta e lirisë mendimit, mirë po mendimet e tyre nuk kemi ne, as ne nuk kemi mendimet, as ata nuk kanë mendimet tona. Nuk do kishte qenë mirë që ende me vazhdu që njerëzit mos me kuptu fuqinë e mendimeve tyre, sepse edhe kanë të drejtë me mendu secili natyrisht siç ka don vet, po kur janë këto mendimet negative që dëmtojnë tjetrin, kishte qenë mirë me u ndalë. E keq është se njerëzit nuk ne njohim veten më shumë nga të tjerët, përmes të tjerëve. Nëse dikush na bën një të keqe, edhe ne jemi imun ndaj saj. Vetëm ato e kuptojmë fuqinë tonë brendshme. Pra ne nuk e dim se nëse ne ka përcejm
ta zëm e ka përcejm një gardh 2 metra që kemi menduar se mund të ka përcejm, por momentin kur ne kemi ka përcyer, ja kemi dhënë mundësi vetes me pa veten që ne mund të bëjmë gjëra edhe që as se kemi pasur në mendje. Pra mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme që ne kemi menduar që s'mund t'i bëjmë asnjëherë në jetë. Prandaj zhvillimi personal këtë kuptim ka, këtë rrugtim ka dhe këtë mision ka, që ne ta zbulojmë thesarin tonë brendshëm, fuqinë tonë brendshme që kemi fuqi bërthamore. Sepse po ta studiojmë pjesën e trupit në brenda, vetëm ta studiojmë, ta imagjinojmë se si në trupin tonë rrjedh gjaku, që ne nuk e shohim duke rrjedh, as nuk e dëgjojmë lëvizjen e tina, dhe ai na bën gjallë. Pastaj se si rra zemra, si morën mushkërit ajër, e shumë mrekulli tjera, si ndrohet gjaku, si është qetë trupi me prej gjakut, prej ushqimit, atëherë ne kuptojmë që këtu brenda është një madhështi, është një mrekulli, por ne mendojmë se është një asgjë, një trup, një organizëm edhe kaq. Mirë po, kur kemi dhimbje barku ose dhimbje dikon, atëherë kuptojmë peshën e çdo organi, çdo indi, çdo qelize. Po. Miri e thot programi i vjetër i pavëzjes që janë të ruajtura. Kemi një bagazh nga femëria. Po këto programet, po ato janë pjesë të koduara, zonja Merie, po janë pjesë të koduara, pjesë të programuar në mendjen tonë, në ndërdijen. Po, në ndërdijen tonë, mendimet e pavëdijshme. Nuk do të thotë se ato nuk shkodohen, gjithçka në këtë botë shkodohet, ndryshohet. Domethënë nuk është se ne kemi atë bindje, sepse programet janë bindje. Mendon që po ta zëm kemi pas bestytni që s'bën të lahemi të martëve sepse është ditë që s'duhet lahemi. Domethënë është një bindje, një bestytni që ti i beson dhe në rregull është. Deri kur vjen momenti kohë që ti vetë djesohesh, pra largohesh nga vetdia, nën vetdia, nga subkonscienca dhe prek konsciencën, atëherë ti e kupton që dita e martë faktikisht është sikurse hana, sikurse mërkura, sikurse tana ditë tjetër, domethënë s'ka të bëjë asgjë me të vërtetë. Pra, kur njeriu vetë djesohet, e kupton. Janë caktuar nga mendja e njerit. Ditë janë është kalendar gregorian, kalendari i diellit, kur gjë më shumë. Nëse shkojmë te fiset indigjene që jetojnë në Brazil, në Amazon, ata nuk e dinë që sot është e mërkurë, as nuk e dinë që është data 30, as nuk e dinë që jemi në vitin 2024, ata nuk dinë asgjë, ata dinë vetëm është ditë dhe natë. Dhe kaq për ta s'ka ditë, s'ka orë, s'ka asgjë gjë. Domethënë, ne shtresa intelektuale kemi zbuluar këtë kalendar që për të punuar, për të fjetë domosdoshmë kemi ndarë në orë dhe në kohë të caktuar. Përndryshe nuk ekzistojnë as ditët, as javët, as muajt, as vitet. Madje nuk ekziston as lindja dhe perëndimi i diellit, është një iluzion optik yni, sepse po dalim në jashtë hemisferës tokës e kuptojmë që dielli nuk lëviz. Pas toka sillet, por ne brenda tokës e krijojmë imazhin që dielli lindje dhe perëndon perëndim. Pra është një iluzion optik yni, në rregull është, dhe mandej e përdorim gjatë ditës, gjatë natës. Nuk e di a ka pyetje dikush diçka, unë thjesht. Unë mi kanë bërë disa pyetje, mi kanë shkruar privat, nëse ke diçka më shtu, i kisha përgjigj. Kanë ardhur shumë pyetje, disa anonime, disa me emra, disa me kod, disa me shifra, s'prish punë, edhe mund t'i quajmë gjitha anonime, sepse nuk ka rëndësi kush e bën, si e bën, rëndësi ka se çfarë ka bëu pyetje dhe ta marr përgjigjen. Ai që është live mund ta marr ose ndoshta s'është live, nuk e di unë. Une mundem vetëm t'ju them që vetë disoni sa më shumë për mendimet e juve, sidomos nëse doni me qenë manifestues të mirë. Po. Sepse mendimi ndikon direkt në energjinë tonë. Edhe sa më shumë mendime pozitive, aq më lartë është energjia, aq më tërheqës bëhemi. Domethënë për gjithë. Nëse ti e keni dëshirë dhe po don me realizu, po don me arrit atë qëllim, atë dëshirë, po ndërkohë brenda ditës ti më shumë ki mënyrë jo të vetëdijshme, mendime negative, atëherë bëhu vëzhgues edhe perceptoje pak, ndjeje pak energjinë tonë, si ndihesh. Zakonisht njerëzit që thonë jam lodh, më ka rënë imuniteti. Imuniteti edhe lodhja vjen nga mendimet e tepërta negative. Domethënë, çfarë efekti të madh kanë mendimet negative? Që neve na çojnë deri në smundje, sepse në këtë arsye pra, sa më shumë që mendojmë, se kur mendojmë, mendimet janë thjesht dy sinapse, kur në bazë elektrike ato bashkohen. Edhe sa më shumë mendimet që kemi, aq më shumë
elektricitet kemi në kokën tonë. E ki pa për shembull njerëz që duhen me mendu shumë gjatë provimeve. Mas provimit ata e ki pa janë të lodhur janë të raskapitur. Sepse tonë e Lodhja ka provu shumë faktikisht për rrymë. po, lodhja pas vi lodhja fizike, mas pari vjen lodhja mendore, lodhja psiqike. Pra ne përgatisim trupin që të lodhet. Nëse neve na thot dikush na detyron dikush të ecim shkallëve 10 kat, ta zëm. Ne kur të shkojmë në katin e 7 ose 8 do të lodhemi, sepse kemi arritur katin e 10. Ne do ta përgatisim trupin që jemi lodhur. Ndërsa nëse ne jemi detyruar të ecim 20 kat, atë ne do ta kapërcejmë 10 katin, 15 katin tek kati 16, domethënë do të përgatitemi të lodhemi, sepse trupin e kemi përgatitur, i kemi marrë informacione që tani duhet të lodhesh. Dhe lodhja vjen pranë fillimisht nga lodhja psiqike, pastaj nga lodhja fizike. Për shembull, nëse na kemi mendime negative edhe që nga mëngjesi na gjithçka e shohim që është e lodhshme, që si t'ja dalën gjithë ditës na veç me mëngjes humbim energji. Edhe sa më pak energji që kemi, aq më shumë nuk çysh do të energjia me mendime duhet me u përputh. Energjia, faktikisht kur energjia has në rezistencë krijon emocion. Ta zëm, zgjohem në mëngjes, është vrant, është ka pak me shi, s'ka diell, është ka pak ftohtë dhe tash kur qohesh ti krijon një emocion negativ. Ose çfarë ditë e vrant, ditë e keqe, ditë e zymt dhe krijon automatikisht një emocion negativ. Mirë po. Vjen energjia, lodhje. Mirë po, njëjtën shi, njëjtën hyjme, ma tutje një derë tjetër, zgjohet dikush mëngjes dhe e sheh qendrat, sa i bukur shiu, çfarë bukurie, çfarë freski, domethënë e sheh me një këndvështrim tjetër dhe ai krijon një emocion pozitiv. Ai mund ta shkruajë një poezi me atë çik bukur. Apo kupton? Pra është një janë dy gjëra të njëjtë, është një gjë e njëjtë, por janë dy krijime të emocioneve të ndryshme. Sikurse gjarpri dhe bleta ushqehen nga një lule e njëjtë, një lloj gjarpri, një gjithë nga një lule e njëjtë, marrin nektar e njëjtë, mirë, po çfarë ndodhet? Gjarpri shndron në helm, ndërsa bleta shndron në mjalt. Pra është substanca është e njëjtë e lulës, por krijon dy substanca ndryshme nga dy gjëra të ndryshme, nga dy gjallësa ndryshme. Po shkoj tek pyetja e parë, se i kam disa pyetje, por i kam përgjigjet vetëm disa. Pyetja e parë folën pak a shumë për këtë pyetje, thotë kam filluar të lexoj libra për zhvillim dhe ngritje personale. Shumë bukur që ka filluar. Dua të di kur mund ta kuptoj se kam hyrë në këtë rrugë dhe kur mund të shoh sadopak rezultatet. Dëgjoj, njerëzit nuk duhet të kapen për rezultatet, sepse vetëm egoja don rezultate. Vetëm egoja e ka një pikë qendrim dikon ku të kapet dhe të mrin të rezultate, mandej nuk janin, nuk ka brenga, a ka mrin, a ka bëu diçka, vetëm të shoh rezultatin. Sikurse nxënësit ose studentët që e marrin notën 9 ose 10 që e dinë që nuk e meritojnë atë notë, mirë po e shohin indeks dhe mjafton me kaq, bëhen një vetë mashtrim. E nderuar, po Vjosa nga Stoku ka shkruar. E nderuar Vjosa, zhvillimi personal nuk fillon vetëm kur fillon libra me lexu, vetëm me mendu pasrisht, por momentin që ndon mendjen të lexosh libra për mendim pozitiv, libra për zhvillim personal, automatikisht ti ke hyrë në rrugën e drejtë, ke hyrë në rrugën e duhur dhe ke marrë hapin e duhur, sepse nuk ka dy hapa për një. Gjithçka fillon nga hapi i parë. Gjithçka është e lehtë, e vështirë, derisa të bëhet e lehtë. Pra, edhe maratona 42 kilometra nuk fillon nga 1 kilometër as nga 10, por fillon nga një hap i vetëm. Dhe një hap i vetëm në kohën e duhur, në jetën tonë mund të jetë hapi më i rëndësishëm gjatë jetës tonë. Pra, një hap i vetëm në një hap i duhur në një moment të caktuar. Nuk e di nëse e thash përgjigjen e saktë. Domethënë, zhvillimi personal nuk ndohet asnjëherë. Fillon në momentin që ndaj mendjen për atë zhvillim. Nëse sikurse një padrejtësi, nëse ne kemi ndarë mendjen ta bëjmë një padrejtësi dikujt, automatikisht ne kemi bërë padrejtësi. Edhe nëse ajo ndodh fizikisht, ne kemi bërë. Nëse unë mendoj të bëj keq dikujt, automatikisht unë e kam bërë atë keqe, sepse e kam programuar mendjen time që të bëj dikujt keq. Domethënë ajo ka ndodhur. Edhe se ai nuk e din, ajo ka ndodhur. Pyetja e dytë, kam frikë nga errësira, shpesh kur jam vetëm, fle edhe me dritë ndezur. Si mund ta tejkaloj këtë frikë? Nga errësira kanë frikë gjitha. Veç Dizellonja s'ka frikë nga errësira. Ajo është ndrit. Por çfarë do të ndodhte nëse nuk ekziston errësira? Ç'kuptim do të kishin yjet e bukur nëse nuk kish ekzistuar errësira. Edhe errësira është e bukur. Çfarë kuptimi do të kishte errësira? Drita
sikur mos të ekzistonte errësira. Pra, po Arbenita nga Frejzajm ka shkruar, Arbenit, ti nuk ke faktikisht me Arbenita, ne nuk kemi frikë nga errësira, por kemi frikë nga imazhet që krijojmë se mund të na ndodhin në errësirë, por nga frika se në atë errësirë fshihet diçka e frikshme. Kjo është frika nga errësira. S'është frikë sepse është zezë, sepse është terr, por ne krijojmë imazhe të paqena në ndërdijen tonë se në atë errësirë mund të fshihet diçka e rrezikshme dhe ajo na shkakton errësirë, sepse ne edhe mund të mbyllim syt me dorë ose pa dorë ose me një shall, ne krijojmë errësirë brenda dritës. Mirë, po këto s'friksohemi, sepse ne këto e dimë që jashtë nesh është dritë dhe nuk imagjinojmë temi objekte ose gjëra që neve mund na fusin të merrin. Prandaj njerëzit tuten jo nga errësira, por nga imazhet që krijojnë. Nga errësira që mund sepse nuk e kanë gjendjen në kontroll. Edhe nuk e dinë se çka na ndodh. Edhe kjo është, domethënë çdo herë se sikur ta dim se çka na ndodh, edhe në errësirë atëherë nuk do të kemi frikë. Edhe unë kisha thonë kësaj zonjës me shku pak në mirinë e saj, edhe me mendu pak a shumë më shku mos mundet me gjetë ndonjë moment ose ndonjë situatë caktume ku e ka kriju këtë frikë për herë të parë ose ndoshta pak tek ne, sidomos tek ne shqiptarët, se ne nuk e kemi në kontroll shumë pjesën e televizioneve, pjesën e filmave, sepse më përpara i kanë lënë fëmijët me shiqu lloj filma, edhe ata më të këqij që kanë qenë thriller, horror, ku ta di çka, edhe aty ndoshta është e mundur që kjo frikë faktikisht çdo lloj Arbenita çdo lloj frikës largohet ose dobësohet me anë të luftimit të saj. Ne do ta luftojmë frikën, jo të ikim nga frika, sepse në momentin që ikim nga frika e na ndjek pas, kudo që shkojmë, ne s'mund të ikim frikës. Vetmja gjë që ne mund ta mposhtim frikën është të ballafaqohemi me të. Nëse s'mund ta ballafaqosh drejt për drejt me frikën errësirën e plot, atëherë ballafaqohemi me një gjysmë errësirë. Fillimisht provoja me 30, 20, 30, 50 e kështu me radhë, domethënë, derisa pastaj provon me një person, me dy persona, dikur bie nga 3 persona, 1, 2, 3 dikur vetëm. Një kohë të shkurtër, duke e sprovuar, duke e luftuar errësirën, frikën për errësirën, mund ta mposhësh frikën nga errësira. Përndryshe, do të jesh gjithherë e pushtuar nga frika. Pyetja e tretë është, vjen nga Tirana, po Sandri nga Tirana, thotë, u kam ndihmuar shumë njerëzve kur kanë pasur nevojë për mua dhe tani kur unë kam nevojë për ta janë zhdukur, se hapen dot as celularin. Në Shqipëri telefoni të thënë celular. Faktikisht po, njerëzit që nuk duan të na kthejnë të mirë ose nuk duan të na përgjigjen, ose e fikin celularin, ose janë shumë të zënë, ose janë shumë të ngarkuar. Por ajo që duhet të them Sandrit është sepse kur ne duam të ndihmojmë të tjerëve, duhet ta bëjmë këtë pa asnjë pritje. Domethënë ne i ndihmojmë siç thot populli, bën një të mirë dhe gjuhë ndet. S'ka më kthim prapa, në ka të çej mend atë kur ma kthen, sepse e mira jon kthehet në një formë tjetër nga dikush tjetër dhe në një kohë tjetër. Nuk duhet nëse X personi na bën mirë dhe ne të presim pikërisht nga ai na ktheja të mirë. Jo, e mirë na vjen dika tjetër, shkon në mënyrë si themi zinxhirore, mënyrë rrethore. Ne i bëjmë dikujt, ai dikush i bën dikujt, ata dikujt shkojnë në mënyrë zinxhirore dhe pastaj vjen e mira nga ne tek ne në forma të ndryshme. Dhe ne kur presim na kthehet të mirë, atëherë dhe s'na kthehet, atëherë ne dëshpërohemi, zgënjehemi sepse kemi pas kujtë të lloja. Dhe ne faktikisht jemi shumë sinqert, ne kur dëshpërohemi nga ata që na kthejnë të mirë, ne nuk kemi qenë shumë fisnik me të mirën tonë, sepse e kemi bërë me një lloj hile. Kemi bërë mirë që ndoshta këtë mirë na kthen, ky ose na kthen Zoti. Jo, dëgjoj, nuk duhet të presim nga askush dhe asgjë kur bëjmë mirë. E bëjmë mirë, gjujmë det, fshije në mënyrë anonime. Bile edhe njerëzit që kanë ndihmuar njerëzit, është mirë sa më shumë të mos duken, të bëni të mirë, të bëni anonim, mos pret me dalë të me bon selfie me ati që i ndihmon, ose me shku në media me malla intervista, i kam ndihmuar ti, Jo, ndihmoj dhe fshije ndihmin, mos të di askush. Sepse pritet më të moja shkaktojnë zhgënjimet më të moja. Pyetja 4 anonime ka shkruar, çfarë të bëjmë dhe si të veprojmë me personat që na gënjejnë rregullisht dhe pastaj na kërkojnë falje dhe na premtojnë se
nuk do ta përsërisin më. Këta persona janë unë i quaj recidivist. Recidivist do të thotë që bëjnë gabime të njëjta, përsëritin gabime të njëjta, vepra të njëjta. Dhe ti besosh një recidivisti të për dytën herë është njësej sikurse t'ja japësh plumbin e dytë dhe t'i thuash me vret sepse plumbin parë s'm ka kap mirë, s'm ka rrov mirë. Pra duhet kemi shumë kujdes. Njeriu mund të gënjej një herë, mund të gënjej dy herë, po edhe ai është fajtor. Momentin që ti beson herën e dytë, herën e tretë, atëherë mos është ai fajtor, je fajtor ti që i ke besuar dhe ti që ke menduar se ai ndryshon. Njerëzit që bëjnë veprime të njëjta për një kohë gjatë, ata e kanë vështirë që të ndryshojnë, sepse ata mendojnë që është rruga e duhur. Dhe ti nëse ti tenton ti ndryshosh ata, atëherë ti do të hish në konflikt me ta. Prandaj vetëm një mënyrë, sepse ne fillojmë me çortime, me këshilla, ne nuk duhet të çortojmë njerëzit, as ti këshillojmë po në formën e butë. E ti kritikojmë asesi. Askush nuk ka licencë, nuk ka patent, nuk ka leje, nuk ka të drejtë ta kritikoj tjetrin, sepse kritika përveç se e lëndon tjetrin, asnjëherë nuk përmirëson. Dhe nëse dëshirojmë ta këshillojmë, atëherë duhet të këshillojmë në formë më të butë. Për shembull, nëse ka bën një vepër të keqe, nuk duhet t'i themi bëj kështu se është më mirë, por formën më të butë, si po ti shon në vendin tënd, do ta bëja kështu. Pra, gjithherë kur japim këshilla, qesim pozitën tonë, dalim ne në trupin e tij. Kemi pra futemi ne në trupin e tij dhe themi, po ti shon në vendin tënd, do ta bëja kështu. Po ti bëj si të duash. Kjo është këshilla më e butë që nuk e prek dhe nuk e lëndon sedën e tij. Përndryshe në momentin që tu ti s'e ke bërë mirë, bëj kështu, automatikisht edhe nëse ka ndërmend të ndryshoj, nuk do ndryshoj. Prandaj kritikat, këshillat e vrashta dhe çortimet janë të pa nevojshme dhe janë të pa efektshme tek të tjerët. Sidomos tek ne shtresa që me mentalitet jo shumë të lartë. Ne t'ja bën edhe pyetjen vetes se pse po tërheq si njerëz që e gënjej. Se zakonisht është gjithë na jemi burimi për gjithçka. Njerëzit do të na dëmtojnë, njerëzit do të na lëndojnë, njerëzit do të na gënjejnë praç kosa ne u japim mundësi. Praç kosa ne u valem se themi derën hapur. Përndryshe në momentin që ne ja mbyllim derën, ata do të kërkojnë njerëz të tjerë. Sepse njerëz me energji negative nuk mjaftojnë vetëm vet, ata do të kërkojnë edhe disa njerëz të tjerë që ta shpërndojnë gjithë atë energji negative dhe mandej ta bindin veten që janë në rrugën e duhur, se përndryshe nëse esin vetëm atëherë kuptojnë, reflektojnë që janë në rrugën e gabuar, por kur gjejnë edhe persona të tjerë, të bëjnë 1, 2, 3 bashkë, atëherë gjejnë energjinë e të njëjtë negative, atëherë ata do të kënaqen dhe mandej ai do ta bindin veten që nuk çem kanë vetëm unë kështu, por pas ka të tjerë, dhe shoqërosh që pas ka të tjerë, sepse po më çortojnë të tjerë mua, kështu që unë arsyetoj se nuk jam vetëm i vetëm këtë rrugë tim, por pas ka të tjerë që mendojnë si unë. Por ne në jetën tonë nuk asnjëherë nuk duhet shkojmë nga ajo se që kërkojmë që të tjerë mendojnë si ne. Jo, të gjithë kanë të drejtën e mendimit vet. Ne tonin. Pyetja 5, po. Unë e thom gjithmonë në bazë të eksperiencës time, gjithmonë flas se e di se çka ndikon transformimi. Kur na e ndryshojmë energjinë, kur i ndryshojmë bindjet, kur i ndryshojmë mendimet, nuk kemi me tërheq më kësi persona. Edhe nëse ndonjëherë tërheqim ndonjë kësi lloj personi, atëherë bëni ja pyetjen vetes pse po tërheqi unë ende kësi lloj persona. Çka ka ende tek unë që nuk kam ndryshuar? Se shumë mita e personave vinin për arsye që neve mena transformu. Edhe dush me apo këtë pyetje vetes në mënyrë më serioze, pse unë ende po tërheqi njerëz që mu ngënjejnë. Se sinqerisht po them, kur ndryshon energjia, kur ndryshojmë bindjet, nuk kemi me pas mok si persona njëtë, se energjia absolut nuk e lejon me një ai personën në territorin tonë. Sikur se valet frekuencët e radios, sa më të larta që sa më i vetëdijshëm prek frekuenca më të larta, ku prek frekuenca më të larta. Magnetike, domethënë ti e shtyn desha apo zeshe ti ke me largu atë person nga jeta jote. Edhe nëse nuk e largon ti, do të largohet ai, sepse nuk e gjen vetën tek ti. Nuk e ka ai as mundësi me hyn hapësirën në fushën e energjike tonë, domethënë nuk e ka ai atë mundësi. Sepse ti ke kriju një sferë rreth vetes, edhe është e pamundshme ata persona me depërtu në fushën tënde. Sakt. Orta nga Prishtina thot kam qenë pa drejt, faktikisht
kur thua kam qenë pa drejt është një përndritje, është një reflektim me vetveten që ti e ke parë që ke bërë një gabim. Dhe kur ne e kuptojmë që kemi bërë gabim, ne faktikisht jemi në rrugën e duhur për ta zgjedhur atë gabim, për ta ndryshuar atë gabim, për të bërë diçka më të bukur. Dhe kam qenë të padrejt me një shoqen time të cilën nuk komunikojmë më, domethënë janë prish shoqet. Këtë shoqet prishen. Tani jam, tani mos ta çon vetëm ta kene drejt. Tani t'ja lexoj pyetjen. Tani thot jam penduar dhe dua t'i kërkoj falje, por s'di si ta gjej mënyrën dhe nuk di nëse do të ma fal. Dua që të jemi shoqe prap. Dëgjoj, kërkim njerëzit kur e kuptojnë gabimin e vet, është përndritje, është rruga më e duhur, është gjë më e bukur kur ne kuptojmë gabimet tona. Dhe nëse nuk na pranojnë faljen të tjerë, mjafton që ne duhet t'i falim heshtje. Fillimisht duhet t'i falim, t'i kërkojmë falje vetvetes që kemi bërë gabim, pastaj kur ne lirohemi nga ajo ngarkesë e energjisë negative nga vetja shpirtërore, atë ne kërkojmë falje tjetër. Na pranon ose s'na pranon, ajo tjetri ne fillimisht jemi shliruar nga ai duf që kemi brenda shpirtit tonë. Ndërsa personi tjetër duhet na mirëkuptoj, duhet na kuptoj drejt që ne jemi njerëz, jemi qenë njerëzor dhe gabojmë dhe shoqër që gabojmë sepse ne ndërtohemi nga gabimet. Vetëm ai që s'bën asgjë në këtë botë që rrin vetëm në gjumë dhe vetëm hapi dhe flen, ai s'gabon asnjëherë. Gjithë të tjerë gabojmë. Dhe shoqër që gabojmë, gabimet, sa më i madh që është gabimi, aq më i madh është problemi, aq më i madh është formimi jon. Nëse bëjmë gabime të vogël, formohemi pak. Nëse bëjmë gabime të madh, formohemi edhe më shumë. Pra, nëse gabojnë, nuk ka, absolut. Edhe duhet. Po. Dhe nuk është për ulje, arta nuk është për ulje, ti kërkosh falje, ta telefonosh, ta shkosh ta takosh dhe mbeteni prapë shoqë sepse keni vlerat përbashkëta, besoj që i ka lidhur një diçka vlerë e juaja, shpresoj të mos gabimit mos ketë qenë natyrës jo false, por sidoqoftë nëse energjiet i keni të njëjta dhe nëse jeni shoqë më shumë se sa keni gjetur gjëra të bukura, gjëra pozitive tek njëra tjetra, më shumë se sa negative, atëherë do të dominojë pjesa pozitive. Edhe kam edhe dy pyetje të shkurta, një pyetje më ka bën dikush, nuk e di nëse nëse më ka provoku, unë nuk jam i kësaj fushë, kjo pyetje do të ishte për Hoxhën Krasniqi. Lexoje. Po, përgjigjem edhe në thotë, a ka Zot dhe ku gjendet, a mund ta shohim? Anonime ka shkruar, me një shifër. Faktikisht, çka po mendon ti po? Po, kudo, kurdo dhe në çdo ka prani të Krijuesit. Pra, mjafton vetëm t'i hapim syt dhe gjithçka që shohim para nesh është prani, është dëshmi që ekziston Krijuesi. Formën se si e ka nuk na duhet neve, s'ka nevojë ta dimë se si ka formën, sepse formën e gjithë universit e shohim çdo ditë. Mjafton trupi edhe në ne ka prani të Zotit. Ne jemi grimca hyjnore, ne jemi trupi jonë është rritur nga toka, nga dheu, domethënë ushqimet që i marrim nga dheu, mineralet që i marrim nga dheu, e kanë formuar trupin tonë, sepse ky s'është balon, nuk është tollumbac. Prandaj edhe ne jemi pjesë e Krijuesit, edhe ne jemi grimca e Krijuesit, edhe ne jemi dëshmi e Krijuesit. Dhe çdo gjë që ne shohim përpara, çdo gjë që na shohin syt dhe çdo gjë që edhe nuk na shohin syt, është dëshmi që ekziston Krijuesi. Dhe shoqër që ekziston Krijuesi, se përndryshe ne nuk do ta dimë vlerën e asaj që na ka krijuar ne dhe asaj që duhet të kujt jemi ne. Prandaj gjithçka që është trupin ton, gjithçka që është jashtë trupit ton, gjithçka që mendojmë, gjithçka që shohim, dëgjojmë, gjithçka që e prekim, edhe jashtë asaj që nuk e prekim, që se shohim, është dëshmi që ekzistenca e Krijuesit ekziston. Prandaj mos e vënë dyshim zotëria anonim ose zonja anonime. Edhe pyetja e fundit, kjo është më e rëndësishme se kjo. Jo më e rëndësishme, fali. Më interesante. Më interesante. Thotë, a ekziston në shoh se s'peshon mirë si ka shumë. Thotë, a ekziston dashuria në shikim të parë? Në librat me poezi dhe me prozë, në romane, në filma, sigurisht që ekziston dashuria në shikim të parë. Unë konsideroj që nuk ekziston, nuk ka dashuria në shikim të parë. Ajo që ne e quajmë dashuria në shikim të parë, që shohim për herë të parë dhe na pëlqen, ajo është një tërheqje kimike, është një tërheqje fizike që neve na tërheq diçka, sepse dashuria nuk është diçka që lind që shpiket aty për atë, sepse ne fillimisht nëse neve na pëlqen një person tjetër, ne nuk e dim nëse ati i pëlqejmë ne. Pra ajo që neve na intereson është
pamja e tij ose e saj. Dhe kjo është dashurinë që kanë parë. Dashuria është kur të dy parët kanë dashuri, ushqejnë dashuri dhe kultivojnë dashuri. Pra dashuria e vërtet kultivohet më pastaj gjatë jetës, të cilat gjëra nuk është se janë vrejnë në shikimin e parë gjatë kur ke parë, kudo qoftë kur ke parë. Domethënë është një tërheqje kimike, është një pamje fizike që të ka pëlqyer, ke pëlqyer dhe asgjë më shumë, nuk është dashuri. Sepse dashuria ka një kuptim më të gjerë dhe ka një shpjegim shumë më të gjerë. Nuk është të kufizuar vetëm në një shikim në katër sy. Po, morë tani çka beson për sot vetë. Pra dashuria kultivohet gjatë jetës me të mira dhe të këqijat që ja pranojmë partnerit. Domthonë kur e pranojmë partnerin me të meta, me të këqija, me të mira pranojmë, edhe ne pranojmë ne, gjejmë një kompromis, pa çfarë është dashuria e vërtetë, që gjë që të këqija të meta të mira nuk është se i muna me vrejt në atë shikimin e parë që quhet dashuria e parë. Domethënë nuk është se i vrejmë në mënyrë, nuk e studiojmë, nuk e skanojmë atë personin tjetër që të dimë këtë çfarë karakteri ka. Është investim, edhe dashuria duhet investohet. Sigurisht, çfarë edhe kultivimi, çfarë është investim, kultivimi. Prandaj kjo dashuria që kemi por është dashuri vetëm nocion në për romane dhe në për filma. S'kam ndonjë pyetje, kanë qenë disa pyetje tjera, po nuk lidhen me fushën time. Shohim për javën e ardhshme. Unë s'kam gjë për të shtuar për sonte, se pasi më te kaluar dhe kohën, nëse s'ke ti feqërie. Jo, unë mendoj se kemi folë mjaft për këtë kohë, domethënë sa kemi caktuar. Përndryshe, normal që ka këtu me folë sa të dush, gjatë ma gjatë, po për kaq sonte besoj që kemi folë mjaft, mo që edhe dulem jashtë orës, gati një orë gjys. Tash kanë fillu njerëzit me shku me fjetë, sepse kanë mundëgjohet me shku në punë. Mirë, më të falenderoj ty feqërie shumë që gjenë kohën t'jesh në këta minuta bashkë me mua dhe me gjithë ndjekësit edhe të interesuar për zhvillim personal. I përshëndes gjithë edhe ata që kanë gjetur kohën që t'jenë sonte me ne, sepse ne themi kohën, për koha nuk ekziston, se po mbi ta përsëris së shpesh, po duhet që t'ja ngulit njerëzve që koha nuk ekziston. Kjo pjesë, kjo një orë gjysmë që njerëzit kanë dalë të jenë me ne bashkë nuk është kohë, por është pjesë e jetës tyre. Pra është një pjesë nëse do të rënojmë në rastin më të mirë të 80 vjet, atë 80 vjet e një orë gjysmë. Ta zëm, kjo një orë gjysmë është pjesë e kësaj 80 vjetë. Pra është pjesë e moshës tonë, pjesë e jetës tonë, që është shumë me vlerë. Domethënë kjo është investim. Unë gjithmonë munda me thonë, çdo herë munda me thonë, unë i përgëzoj vërtet këta njerëz që rrinë edhe ndëgjojnë live të tilla, informacione të tilla, janë, domethënë të miell, janë të ndërtu ose të rindërtu jetën e tyre. Se ata njerëz që rrinë të shiqull nështë në TikTok kësi video që janë bu pa lidhje, pa numër, që nështë shtin që aty pak me kesh për me harru problemet e tuat për diqmet, ajo është humbje kohë. Që kjo që tu është për të mirën e secilit. Domethënë, që kjo është që mendimet me i post vetëdijshme. Ku du unë me investu mendimet e mia që tash? Ku du, sa programe që unë du me marrë që tash? Po, sakt, ne kemi dy rrugë në jetë, rrugën e rësirë dhe rrugën e dritës. Po, na fshije trunin kohën e sotme për të mirë ose për të keq. Domethënë, varet na e zgjedhim vetë çka po dojmë me marr. E kështu që unë s'po ju falenderona që po marrin pjesë këtu me neve, po i përgëzoj sepse vërtet nëse vazhdojmë po, sakt, nuk është na komplet mundem me marrë jetën tonë. Nuk është e lehtë të bësh ndryshime në jetë, sepse njeriu kur është i programuar, është e ka vështirë të çprogramojë veten, të çkodoj veten, për të bërë një ndryshim pozitiv, duhet të heqësh dorën nga shumë gjëra që ke bërë deri më tani. Dhe kjo nuk është shumë e lehtë për ta bërë, dhe prandaj edhe unë i përgëzoj që kanë marrë vendimin, kanë marrë mundjen dhe kanë marrë guximin, ndryshojnë jetën e tyre, sepse në jetë 88% njerëzve jetojnë njësej, si kopej, si delet, nësa 1% e vogël jetojnë më ndryshe. Edhe tash ne vendosim në jetën tona duhet të jemi pjesën e kësaj 88%-ve, apo të pasuksesshëm, apo pjesën e tyre 12%-ve të suksesshëm. Pra ne vendosim për të ardhmen tonë. Neve nuk na sill ardhmja fat, por ne i sillim jetës tonë fat. Ne jemi ndërtues të jetës tonë. Kështu që përshëndes, e uroj gjithë ata që jemi duke u kujdes për një botë më të mirë. Po ne ndryshojmë botën. Ne duhet investu për fëmijët tonë edhe për fëmijët e tyre.
Ndryshojmë Gjithë ata që shiqojnë video të ndryshme, budallakina, ju thamone, në për TikTok dhe me lajme të ndryshme, u vron aty, bonë ndeshje këtu, ata janë të marrë helm edhe çata persona veç janë të vazhdu për probleme, kurse gjithë ta vërtet është thjesht me ju përgëzu. Kaq, nuk po falenderona. Nga jo varshme, i gjithanshëm. Nga jo varshme do që propozoj edhe rekomandoj çfarë lloj libri me lexu, që t'jenë më ndërhjetër sepse shumë njerëz nuk e dinë çfarë të lexojnë, fillojnë me libra pak tron, unë do t'i rekomandoj librat më të lehtë, domethënë nga më të thjeshtë, pastaj duke shkuar. Ai libër që ju tërheq, ato bone, mos e harroni, edhe live po unë ruaj çdo herë live se nuk kam se më mshif. Gjithçka. Atëherë unë i përshëndes, pra. Ndiqeni thjesht dëshirën e juve, thjesht ndëgjoni shpirtin e juaj, intuitin e juve se çka po dëshironi. As libër nuk ka nevojë me lexu nëse nuk e ndjen. Ndeshni ëndrat e, ndeshni ëndrat e juaja, ndërtoni ëndrat e juaja sepse nëse ju nuk i ndërtoni ëndrat e juaja, kanë më përdorur të tjetë për të ndërtuar ëndrat e tyre. Fukaraja gjithmonë mbetet fukara sepse nuk është ka din me menaxhu energjinë e vet. Pik. Edhe tani ju vendosni vet. Ju përshëndes, pra. Natën e mirë. Mirupafshim. Ciao, ciao.